Gjykata administrative, një institucion i ri në Pallatin e Drejtësisë, synon ta forcojë raportin mes qytetarit dhe shtetit. Në ceremoninë e hapjes, ushtruesja e detyrës së presidentës Albolena Haxhiu tha se rëndësia e kësaj gjykate do të matet për tejmureve të saj në jetën e përditshme të qytetarëve. Fillimi i punës së gjykatës administrative padyshim që është një ditë e rëndësishme për sistemin tonë të drejtësisë, por rëndësia e saj e vërtet do të ndihet jashtë këtyre ambienteve. Pra në zyrat, në shtëpit, ku qytetarët presin përgjigje. Në familjet që varen nga një vendim në punën e përditshme të administratës dhe në besimin që njerëzit kanë në raport me shtetin dhe institucionet e Republikës së Kosovës. Kjo gjykat nuk po e nis punën nga zero. Ajo po e nis punën me një barë të madhe, me mbi 10.000 lëndë të bartura, gjë që paraqet një sfidë shumë serioze. Por është edhe mundësi për të dëshmuar se një gjykatë specializuar mund sjellë më shumë rend, më shumë shpejtësi dhe më shumë cilësi në drejtësinë administrative. Zëvendës kryesuesja e KGK-s Arjeta Sadiku tha se kjo gjykatë do të jetë specializuar për të shqyrtuar dhe vendosur çështjet në konflikte administrative. Kjo gjykatë do të jetë e specializuar për të shqyrtuar dhe vendosur çështjet në konflikte administrativ dhe kontestet nga marrëdhënia e punës në jurisdiksionin e saj. Gjykata administrative do të jetë organizuar në 4 departamente të veçanta. Departamenti fiskal, departamenti për kontestet e punës, departamenti për skemat sociale dhe pensionale të financuara nga shteti, si dhe departamenti i përgjithshëm. Projekt ligji për këtë gjykat u miratua në vitin 2024 nga Qeveria e Kosovës si një nga zotimet kryesore të ekzekutivit.